Kultura, traditat dhe zakonet e zonave të Veriut u prezentua në Lezhë në panairin me titull Mençuria Popullore. Kjo veprimtari kulturore edukative u organizua nga Drejtoria Rajonale e Arsimit në bashkëpunim me Bashkinë Lezhë, duke vënë në fokus trashëgimin popullore, dijet tradicionale dhe vlerat e kulturës rajonale. Pjesëmarrësit në këtë panair theksuan se veprimtaritë të tilla janë mënyra më e mirë për të ruajtur traditat dhe për t'i përcjellë tek brezi i ri. Kemi sjellë një libër të mençurisë popullore, ku kemi pasuru autorët kryesorë që janë marrë me traditat tona etnokulturore dhe me pasuritë e fjalëve tuaja dhe njësive frazeologjike. Ne vim si ZPA e rrethit Shkodër dhe kena sjell me veti punime të zonave nga zona të ndryshme, përveç punimeve kena sjell dhe nga mençuria popullore e zonave tona. Këto aktivitete natyrisht janë shumë të rëndësishme, pasi janë vlera që nuk hupin dhe nuk vdesin asnjëherë. Ne si zyrë përfaqësohemi nga të gjithë drejtuesit të shkollave, mësuesit, të cilët kanë bërë një punë të përkryer në mbledhjen e informacioneve, traditës kulturore të Kurbinit dhe të gjitha materialeve që është nevojitur këtij libri. Panairi shihet si një mënyrë mjaft e rëndësishme për të lidhur nxënësit me rrënjët e tyre kulturore. Është një mundësi e artë për të shpalosur gjithë arsenalin e trashëgimisë kulturore, kulturës, traditave, zakoneve, dokeve që ne kemi dhe që në fakt ajo që ne na bën optimist është se po kultivohet edhe tek brezat e ri. Këta janë organizime të cilat rrezatojnë dhe normalisht lënë një shenjë të jashtëzakonshme në promovimin e gjithë atyre aseteve kulturore që ne kemi, por i bëjnë nder dhe turizmi. Ministria e Arsimit nëpërmjet programeve të saj, atë më të fundit programit pas shkolle nëpërmjet edhe fashave dhe klubeve të artë dhe zeje, është duke mbështetur gjithmonë dhe më shumë që klasat, ambientet shkollore, nxënësit jenë pjesëmarrës aktiv në përçimin dhe transmetimin e atyre dijeve më të mira që kanë, jo vetëm të lëndëve shkollore, por të praktikave të tjera siç janë zakone, dijet, mençuria edhe çdo vlerë e trashëgimisë tonë, e cila është patjetër e patjetërsueshme. Kur ndërmorën këtë nisëm, e bëm me qëllimin që edhe një herë të rikthejmë te brezi i ri. Dashurinë për përjetësimin e vlerave të jashtëzakonshme që brezat tanë kanë krijuar dhe janë gjëra më të mira që ne kemi mundësi për t'i trashëguar ndër shekuj. 10 zyrat arsimore në qarqet Lezhë, Shkodër dhe Kukës kanë prodhuar edhe nga një libër ku janë përmbledhur kultura, traditat dhe zakonet e secilës zonë, me qëllim ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, zhvillimin e respektit për kulturën kombëtare, nxitjen e kërkimit dhe kreativitetit tek nxënësit, si dhe lidhjet e dijes tradicionale me mësimin në shkollë.